ndaj Vorës, në pamjet parë ndoshta një sfidë e lehtë, por si është vlerësuar nga ju kjo ndeshje? Po, them drejtën duke marrë parasysh kampionatin, mendoj që në Shqipëri nuk ka ndeshje të lehta. Edhe faktin që Vora ka bërë shumë paraqitje të mira këto 4 javë e para, e kemi parë. Edhe mendoj që është ndeshje shumë e vështirë dhe për ne është normalisht detyrim 3 pikësh duke marrë parasysh përbërjen që kemi brenda ekipit dhe shpresojmë ta arrijmë me sukses, por që nuk është ndeshje lehtë. Çfarë vlerësoni te ky kundërshtar? Po normalisht unë me sa kam parë sidomos ndeshjet e fundit, ato kërkojnë shumë të luajnë futboll dhe mendoj që edhe trajneri ka një dorë shumë të madhe sepse ai më ka servitur edhe personalisht edhe e njoh. Edhe e di se si kërkon që ai të luajë futboll. Kështu që do jetë ndeshje vështirë, por ne duhet të bëjmë atë që kemi bërë ndeshjet e kaluara dhe mendoj që do ta kalojmë me sukses pavarësisht se nuk kemi gjetur golin. Mendoj që kemi bërë paraqitje të mira dhe mendoj që do të arrijmë të fitojmë Lori Boriçi. Kallaku Vllaznia po vlerësohet për lojën e mirë, por problem mbeten në rastet e humbura. Po të them drejtën, kjo është edhe pishmani jonë, pavarësisht se në Durrës u diskutua offside, por unë nuk mendoj që vetë personalisht nuk mendoj që duhet diskutu offside duke marrë parasysh që rastet që humbëm duhet i shënonim dhe më mirë që ka ndodhur tani dhe të na bëhet mësim që ne të jemi më të përqendruar duke filluar nga uni i parë dhe tek i fundit. Me Vorën pritet të ketë mungesa formacioni këtë Shqipëri. Sa mendoni se mund të ndikojë në lojën e Vllaznisë? Po tani siç e ka thënë edhe profesor Edi që unë kam dhimbje koke për të bërë formacionin, kështu që nuk besoj do jetë shumë problem sepse mendoj që është përbërja shumë e madhe, konkurenca është brenda ekipit dhe çdo lojtar që është në formacion apo edhe në pankinë duhet të jetë i përqendruar dhe të japë maksimumin. Vetëm pak kohë në Shkodër, si ndjet Sherif Kallaku në këtë eksperiencë të re tek Vllaznia? Po them drejtën, unë jam shumë i lumtur që jam pjesë e Vllaznisë, edhe qyteti është mjaft i bukur, është hera e parë që unë jam pjesë e Shkodrës bashkë me familjen time, kështu që ndihem shumë i lumtur, shoh entuziazmin e njerëzve, shpresoj vetëm të vazhdojmë përpara dhe të kemi sukses. Pse bëhet këtë zgjedhje? Se besoj keni pasur edhe oferta të tjera. Po normalisht zgjedhja është, du të jemi sinqert, nga profesori Edi Martini, duke marrë parasysh që unë kam pasur 3 vite tek Teuta dhe du të jem realist që arsyeja është Edi Martini. Kemi parë një Kallak në rritje sipër nga java në javë. Mund të themi se keni ardhur në formën e dur 100% apo akoma nuk keni aty ku duhet? Po duke marrë parasysh që unë erdha u bashkova edhe më vonesë me ekipin, normalisht nuk e prisja edhe me veten që mund të kisha ndeshje të mira ose të isha në rritje kaq shpejt, por jam përkushtuar shumë në stërvitje, sidomos kam dhënë gjithmonë 100% maksimumi dhe jam munduar të mbaj qetësinë dhe ta vazhdoj gradualisht rritjen. Një kampionat që ka nisur deri diku me surpriza për skuadra të ndryshme. Çfarë presim? Mendoni se keni një kampionat i rrevlizuar? Po, siç e thash, Shqipëri nuk ka ndeshje të lehta dhe e ka tregu kampionati vite pas vite, unë e kam ndjekur edhe kur isha jashtë. Kështu që këtë vit ka një ndryshim me sistemin e pikëve, janë pikët ato që e mbyllin kampionatin, nuk është më vetëm një ndeshje tege finale. Janë gjitha ekipet vështira, kështu që ne duhet vetëm të kemi përqendrim javë pas jave. Në perceptimin tënd, a mendon se Vllaznia ka diçka më tepër nga skuadrat e tjera apo e shikojnë në të njëjtin nivel me 2-3 ekipet e tjera që luftojnë për Final Four? Po të bësh një krahasim në këto momente nuk mendoj që është e dur edhe për ekipet e tjera. Unë mendoj që ekipi Vllaznisë është ekip pretendent, duhet ta them, pavarësisht se mundohemi edhe nuk duhet të jemi euforik sepse euforia e ka tregu sidomos në Shkodër se çfarë është dhe jemi ekip pretendent, besoj me futbollin që kemi tregu. Kështu që mendoj që është shumë herët edhe të jap një verdikt që jemi më lart se ekipet e tjera apo jo, sepse në fund shifet çfarë ke arritur. I favorshëm me 2 ndeshje në shtëpi, 6 pikë detyrim për Vllaznin? Po mendoj duke marrë parasysh ndeshjen me Teutën, mendoj me Vorën nuk duhet na falet një hap fallës, kështu që prandaj them duhet jemi të fokusuar. Dhe pastaj është edhe Elbasani, por ndeshja është nesër me Vorën, kështu që nuk mund të mendojmë për Elbasanin, vetëm për Vorën. Diçka për tifozërinë. Besoj se nuk e keni hasur në skuadrat e tjera.
ku keni luajtur? Po jam me të vërtet shumë i lumtur, unë siç e thash, e shoh entuziazmin edhe gjatë rrugëve të qytetit, sepse në shkallë dihet Loro Boriçi, por unë zakonisht ecin kom, preferoj të ecin kom, dhe e shoh janë gjithë njerëzit entuziastë dhe kjo më bën akoma më të lumtur. Entuziazëm, por edhe kritik, tifozët duan gjithmonë një Po. vllazni nivele të larta. Po normalisht kritikat ekzistojnë në futboll, pa kritika nuk mund të mësojmë nga gabimet apo ku diun, por gjithsesi kjo është pjesë e futbollit, prandaj futbolli është i bukur. Thash që jeni me familjen në Shkodër, kemi parë vazhdimisht me vajzën e vogël për dorët në stadiumin Loro Boriçi, por me shallin e vllaznisë në qafë. Po ja ushqeni një pasën kushtet. Po normalisht vajza ime, të them drejtën, shef ndeshjet, kuptimin të shef ndeshjet. Thjesht ajo e dashuron topin, sepse unë edhe kur shkoj në dyqane ose kështu, i marr gjithmonë topin dhe ajo e ka me shumë pasion që thot gjithmonë babi gol, kështu që Një gol për vajzën ndaj Borës do të ishte. po shpresoj, por inshallah me fitore se ajo është më e rëndësishme. Faleminderit. Faleminderit ju.